Ti ke qenë njëra nga personazhet publike që në një kohë kur jo të gjithë kanë folë hapur rreth aborteve, ti ke qenë ajo që e ki shfaq gjithë atë periudhë të errët në për të cilën ti ki kalu. Nëse dikush është tu kalu në një periudhë të tillë, çka do t'i thoje sot? Nëse kisha me cek që në jetën time ka pas periudha të errëta edhe as pak të këndshme është kjo periudhë. Besoj që për krejt femnave që kanë dëshirë, krejt femnat që kanë dëshirë me u bonon, është një periudhë jo këndshme që e kalojnë, nëse nuk ja dalin me sukses, po unë kam qenë një prej atyre tipave që nuk kam heqë dorë për as edhe një moment, pavarësisht sfidave, rreziqeve që i kom pas, unë i kom pas qëllimet e mia të qarta. Edhe kom luftu shumë për qëllimet e mia, edhe ja ku jemi, kam 2 fëmijë si drita, edhe mendoj që për krejt ata që po kalojnë qaste jo të mira, kohra të vështira, të kenë durim edhe të kenë vullnet, forcë për me arrit qëllimet e veta në jetë.